kujtim tha që specialisti i biokimisë klinike edhe doktor shkenca. Automatikisht përmendet Harvardi, rejtingu është tepër i lartë. Po, pikërisht rejtingu me automatizëm. Edhe si pasojë e kësaj është pyetja e parë. Si po ndihesh që je shqiptari i parë që ke bërë një publikim të tillë në Harvard, sepse është vërtet një hap i rëndësishëm. Është jashtëzakonisht e rëndësishme me publikum me Harvard, praktikisht me marrjen e Aspergut të shkencës botërore. Në fakt, unë kam publiku në kuadër të programit Fulbright, kam fitu Fulbright Visiting Scholar Program, kemi fitu, pastaj kam shku atje, kam hyrë në projekt dhe kam arritur me përfaqësu qendrën klinike universitare, përsohet gjithsesi Institutin e Biokimisë Klinike në një punim të përbashkët me Harvardin. Në fakt, unë nuk jam i vetmi që kam publiku në Harvard, kemi edhe shqiptarë të tjerë të rëndësishëm që kam publiku në Harvard në kuadër të programeve të tyre të postdoktoratës. Të tjera, sigurisht. Të tjera, mirë, po kur ti publikon në Harvard në kuadër të postdoktoratës, ti je punëtor i Harvard dhe publikon vetëm, je affiliated, pra i punësuar vetëm me Harvard. Programi Fulbright ne ka mundësu që ne të bashkëpunojmë institucionet tona njëkohësisht të bashkëpunojmë njëjtën kohë dhe ta fusim edhe institucionin tonë, qendrën klinike universitare, në projekt përbashkët. Okej. Hajde po flasim rrollazi, pra si ndodhi, si u bë, se ju e keni, mandej flasim edhe për temën që e keni trajtuar, që është një temë sigurisht shumë e rrallë, një smundje goxha e rrallë, apo jo, po problematike në të njëjtën kohë. Si u bë që shkuat atje? Në fakt, unë kam kaluar 5 vite në Institutin Genos në Zagreb, në mentorimin e profesorit Gordon Lauc, gjatë kohës kur unë kam kryer studimet e postdoktoratës. Profesori Gordon Lauc është dietar i Universitetit John Hopkins, shoqërisë prestigjioze të dietarëve John Hopkins, dhe është një ndër njerëzit kryesor në fushën e glikobiologjisë, këtë fushë ku unë kam publiku. Prandaj fillet e para unë i kam marrë në Zagreb. Kam rënë në kontakt përmes profesorit Gordon Lauc, kam rënë në kontakt me Robert M. Antoni në Harvard, i cili punonte disa analiza më specifike se në Zagreb, dhe e kam dërgu CV-n time, e ka pranu CV-n time, e ka pranu që të hyjmë në një projekt përbashkët. Pastaj unë kam konkuruar, kam rënë në kontakt me USCEB-in, është United States Kosovo Education Board, bordin edukativ dhe thonë shkëmbimit mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ata më kanë propozu që unë të konkuroj përmes programit Fulbright Visiting Scholar. Kam konkuru përmes këtij programi dhe kam fitu Fulbrightin, dhe kjo ma ka dhënë mundësi që unë të shkoj 6 muaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe të. A ka qenë atëherë në fillim kur ke vendosur për një temë të tillë apo jo, këtë e kam me kalimin e kohës. Jam punësuar në Institutin e Biokimisë Klinike, pastaj kam. Po, tema është jashtëzakonisht e veçantë, ka të bëjë me modalitetet e reja diagnostike dhe terapeutike të hemokromatozës neonatale, që është një çrregullim jashtëzakonisht i rrallë, unik, po me shkallë të lartë mortalitetit të fëmijët. Okej, a shqillojmë pak. A shqillojmë pak, e shpjegojmë pak edhe për publikun se çfarë problematike është kjo. Hemokромatoza neonatale, si thash, është një çrregullim jashtëzakonisht i rrallë, unik, i cili manifestohet klinikisht me insuficiencë të rëndë hepatike, do të thonë të mëlçisë. Kjo vije si rezultat i një imunitet, i një atakimi, sulmi nga antitrupat e nënës, imunoglobulina IgG, shkon lidhet në antigenet specifike hepatike, dhe më thonë të mëlçisë së fëmijës. Dhe kështu derisa e dëmton mëlçinë, e çon në cirozë hepatike dhe në insufficiencë hepatike. Pastaj çrregullimi i funksionit të mëlçisë shpije në çrregullim të hemostazës së hekut. Heku depozitohet në mëlçi dhe në organet e tjera, depozitohet në gjënat e tiroide, pankreas, zemër, e kështu me radhë, duke i dëmtuar multi-organ disease, një sëmundje që i prek gjitha organet, dhe në fakt mortaliteti, nëse nuk diagnostifikohet herët, nëse nuk trajtohen herët fëmia e parë zakonisht. A komuncit të diagnostikohet sa është ende në borë? Për momentin, diagnostifikimi vjen nëpërmes rezonancës magnetike, cila i vren depozitimet e hekut në organet të ndryshme, edhe përmes biopsisë orale, bukale, edhe përmes disa analiza, por të cilat nuk janë specifike. Përmes rezonancës magnetike kemi probleme sepse 90% e rasteve vren, 10% dështojnë. Sepse nga një herë nuk kemi çrregullim të hemostazës së hekut. Pra kemi dëmtim të mëlçisë, insuficiencë të mëlçisë, por nuk kemi depozitim të hekut në organe. Dhe kjo i shpije klinicistët që të gabojnë, pra që mos ta vrinë këtë sëmundje. Dhe kjo puse. Tani ne kemi dhënë modalitete të reja.
Do të thonë, ne në punimin tonë është punimi I parë I cili I bashkëdyzon 3 fushat, I bashkëdyzon fushën e pediatrisë neonatologjike, imunologjisë edhe glikobiologjisë, biologjisë karbohidrateve. Tani këto imunoglobulina kanë karbohidrate të lidhura, janë glikoproteina, nuk janë veç proteina të thjeshta, por kanë karbohidrate të lidhura. Nëse shiqoni imunoglobulinë, kjo e ka formën e flutrës. Ne dim që bukuria e flutrës qëndron në krahët e saj, në trupin e saj. Prandaj edhe bukuria e këtyre proteinave qëndron në karbohidratet e tyre. Ne I ndajmë këto karbohidrate dhe shiqojmë çfarë nditje kanë këto karbohidrate. Dinë që këto karbohidrate me një renditje të caktuar ti bëj këto imunoglobulina shumë proinflamatore dhe ta atakojnë mëlçinë e fëmijës, fetusi praktikisht. Ndërsa dinë që të jenë edhe antiinflamatore. Tani qëllimi jonë është me diagnostifiku këta, me I marrë imunoglobulinat e gjakut nënës, edhe gjakut të fëmijës, domethënë umbilikal të fëmijës, dhe me pa cilat imunoglobulina proinflamatore po na dalin nga nëna përmes placentës po na kalojnë te fëmiu. Se në realitet placenta I selekton imunoglobulinat. Imunoglobulinat e nënës shkojnë vetëm ato që janë antiinflamatorë që se dëmtojnë fëmijën. Në realitet, këtu është e kundërta. Koni çrregullim. Janë disa receptorë në placentë E sulmojnë vetën, po. Po, që I lejojnë me kalu vetëm ato që janë shumë patogjene. Domethënë është hera e parë që në farë mënyre receptorët, ne quajmë receptor neonatal në placentën e nënës, I lejojnë me kalu imunoglobulinat që janë shumë proinflamatore. Dhe ne tash duam ta dim pse. Ne kemi dhënë modalitete dhe mendoj që pastaj kur e kemi publiku, kur e kemi dërguar te Akademia e Shkencave Kineze, ata revista Young Glycoscience and Therapy është praktikisht e lidhur me Akademinë e Shkencave Kineze, ata nëpërmes Zhongzhang Institute for Drug Discovery e kanë parë që është një punim I jashtëzakonshëm dhe me fillu me njëherë me gjenerimin e ideve të reja, se si të përfitojnë edhe barna të reja në bazë kësaj. Me siguritet e din se përballësh çdo ditë e analizon çdo ditë këto, po agronave apo heton sa I mrekullueshëm është organizmi. Absolutisht. Për shpjegojnë gjëra të tjera se si funksionon, se sa perfekt është. Sa komplikum në një kohë edhe perfekt mandej mënyrën që se si funksionon është në perfekcion, është sa I mençur është që është dhe me reagu. Por në raste të tilla kur ka probleme, din edhe me ataku veten. Këto raste ndodhen vetëm te posalindrit apo jo? Tani imunoglobulina është një glikoproteinë e cila neve na mbron. Domethënë kjo është praktikisht nëna e dërgon një imunitet pasiv te fëmia, se fëmiu ende nuk e ka sistemin humoral zhvilluar. Domethënë e ka sistemin e lindur të imunitetit, po jo ato humoral, ato e merr pastaj pas lindjes me kohë, kur bën kontakt me antigjenet jashtme. Domethënë nëna e mbron fëmiun. Në fakt në këtë rast nëna e sulmon fëmijën. Dhe kjo është praktikisht tragjedia e kësaj sëmundje. Cilat nëna e bën të ato, a ka ndonjë problem, do ish rregullim diçka? Është shumë interesant. Jo, këto nëna mund të kenë lindje të mëparshme që nuk e kanë pas asnjë problem. Të gjithë fëmijët I kanë fiziologjikisht të shëndosh. Në momentin e parë që vjen deri te sulmimi I një fetusi tjetër, një fëmiu tjetër, çdo fëmijë pastaj mund të atakohet nga nëna deri 90% e lindjeve. Domethënë, çdo fëmijë tjetër ka probabilitetin pas atij fëmijë që del me këtë sëmundje të atakohet nga nëna. A ka ndonjë indikacion diçka që nuk dihet akoma, etiologjia është jashtëzakonisht është e fshehur, nuk dihet etiologjia, nëna bjen në kontakt antigjenet, janë disa proteina të hepatociteve, qelizave të mëlçisë së fëmijës, dalin në qarkullimin e nënës. Imunoglobulinat I lidhen, sensibilizohen, rritet numri I madh I këtyre imunoglobulinave patogjenike, proinflamatore dhe kalojnë placentën pastaj të nëna dhe shkojnë në sulm. E kalojnë atë e kalojnë filtrin, barierën. Doktor, shkenca, si është e mundur që ende se ka dhënë një përgjigje për këtë? Domethënë, edhe ju ku e gjetët këtë zbarastinë, si më thon, me volumtum mbi këtë temë që është gati as apo e shpjegojmë e rrallë edhe jo shumë e trajtuar në shkencën edhe ndërkombëtare. Me ju tregu të drejtën, qëndrimi në Harvard edhe takimi, biseda me profesor, me studius të Harvardit, në mënyrë e hap diapazonin e trunit gjithë secilit individi që shkon atje. Është e pashpjegueshme çfarë motivi japin ata njerëz, sa thjesht janë, edhe sa shtin me gjeneru mendime kritike.
tani ne kemi mbledhur, çdo tajt i kemi mbledhur i quajmë journal clubs. Do të thonë ku secili nga ne ka pas për detyrë ta merr një artikull në Nature ose në The Cell ose në Lancet, në këto journalat, në këto revista shkencore, dhe ta praktikisht ta shpjegoj në detaj atë punim shkencor dhe çka do të mund të bënim ne si shkencor diçka tjetër që këta autorë se kanë bërë. Pra, punimet në Harvard janë inovatore. Tani unë e kam pas fatin që ta shpjegoj një punim tek hemakromatoza neonatale. Edhe ato më ka gjeneru ideja që ne mund ta lidhëm fushën e glikobiologjisë, ku jam i specializuar në Zagreb në këtë fushë, me fushën e imunologjisë dhe neonatologjisë. Po ju paraprakisht kishit informacione tasë për një problematikë të tillë, për një studie të tillë, për të lashë? Jo, nuk kam pas atëherë informacione të tilla, derisa kam shkuar në Harvard, derisa e kam pas të obliguar që ta marr një publikim nga revista Nature dhe atë ta shpjegoj para profesorëve të Harvard. Ajo që i hapi horizontet 100%, ato që po e shpjegon. Edhe mandej? Dhe mandej kam biseduar me profesor. Nuk ka qenë ditën në Kosovë të ne kjo fare? Jo, nuk ka qenë ditën sepse kjo smundje është shumë e rrallë. Praktikisht ndodh edhe aty ku ka banor shumë, siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina, vende të tjera, Turqia, që ka miliona banor, në Kosovë është më e rrallë. Mirë, po në Kosovë ka lënë pa diagnostifikuar, sukon shumicën e vendet botës. Fëmiu i parë gati shumicën e kohës përfundon fatalisht për shkak mos diagnostifikimit. Disa ditë pas lindjes, a? Disa ditë pas lindjes. Është interesant, këto imunoglobulina mund të kenë veprime shumë akute proinflamatore, shkaktojnë dëmtime, insuficiencë dhe fëmia vdes pak orë ose pak javë pas lindjes. Po mund me qenë edhe atakime kronike me simptome më të ulta, po që vazhdon kështu në mënyrë një trajtshme, një kohësisht. Tani tek ta fëmijë që atakimi nga nëna ka qenë në mënyrë kronike, po me simptoma më të vogla, normalisht që gjasa për me pështu i kanë... Ja, po më interesën edhe ajo filli i asaj që filluat me shpjegu. Për Harvardin e shpjeguat, filluat me hulumtu mandej dhe po besoj ishte edhe kurreshti aty sepse një temë që të merr me vetë. Pastaj në konkluzion në kom pas me dhanë idetë e mia, inputet e mia se çka do të bëja unë ndryshe tek këta fëmijë që të mund t'i diagnostikojnë, dhe unë për herë të parë fola për fushën e glikobiologjisë të ta. Dhe te profesorat Harvardit ishte një Kate Jeffrey ato, një studius kryesor i imunologjisë i cili kishte mbi 350 punime shkencore, një ndër studiusit më të mëdhenj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rrjedhimisht ai më thyri në zyrin e tij. Okej. Tha Çenka, tha një diçka shumë interesante, tha këto inputet e tua, a mund të ma elaborosh, tha pak, tha ma gjatë këtë punë. Atëherë unë ja elaborova çka kam punuar në Zagreb, ja elaborova çka do të mund të bënim. Tha, a mundesh me fillu me shkruan një shkrim për këtë, ta publikojmë një artikull. Dhe unë e fillova pastaj shkrimin e artikullit. Ka ndodhur kur ka ndodhur? Në Harvard. Po vitin e kaluar, a? Praktikisht në vitin 2022. 2022 që pastaj ka ndodhur një vjet kam shkruar punimin. Okej. Domethënë se punimet e mira ju ndërkohë kthehet në Kosovë. Pastaj unë u ktheva në Kosovë, e kam shkruar edhe gjatë kohës sa kam qenë në Kosovë, sa kam punuar në Institutin Biokimisë Klinike. Një vjet pastaj na ka shndruar në procesin e reviewera, peer review në për artikull shkencor dhe kështu kemi arrit pas 2 viteve ta përfundojmë. Bashkë me këtë profesorin? Me Robert Antonin, me profesorin, mentorin tim në Harvard. Okej, me mentorin në Harvardit. Punime shkencore vërtet dojnë shumë punë dhe sfida derisa ato do të publikohen në fund. Por është një gjë e mirë që edhe Kosova po njoftohet me një problematikë të tillë të cilën ndoshta rrallë mundet me ndodh, po mirë është me parandalu pasaj. Si do zbatuhet kjo të ne, ose... Ne tani do të shohim punimet e reja në këtë fushë, praktikisht do të merren mosat nga institucionet e mëdha shëndetësore, nga klinikat e mëdha, të bashkëpunojnë shtetet mes vetes, sepse numri i tyre është i vogël, po për shkak që smundja shkalla e mortalitetit është shumë e rëndë, këta e bën imediate që të hulumtohet. Duhet i presëm hulumtimet e reja, duhet ta dimë shkenca cilat imunoglobulina, po shkojnë, është interesant që këto imunoglobulina i kanë ndanë në lloje të ndryshme, 4 lloje imunoglobulina IgG, Ne, 2, 3, 4. Duhet ta dimë cila nga këto po shkon. Dhe duhet ta dimë çfarë nditje kanë të karbohidrateve. Pasi ti dimë këto, mundemi me inxhinierim glycoengineering e quajmë na, me inxhinierim të këtyre glikanëve, këtyre karbohidrateve, pastaj të japim imunoglobulina intravenoze pa këto karbohidrate që po na shkaktojnë
ato genicitet, që po na i bojnë këto imunoglobulina proinflamatore. Çka do të ndikon kjo? Kjo do të ndikon që do të zvoglohet sasia e imunoglobulina intravenoze që ne do ta japim. Fëmijët nuk do të kanë mundësi, nuk do të kanë nevojë që të bëjnë transplantim të mëlçisë, pasi që janë jashtëzakonisht të vegjël. Ti mundesh me transplantu mëlçin, po në shumicën e herë fëmijët vdesin sepse nuk është problemi tani vetëm i mëlçisë, është problemi dhe organeve të tjera. Këto ka mundësi të bëhen veç pasi të lind fëmia. Pasi të lind fëmia. Po, mirë, po te fëmiu i dytë, këto mund të bëhen edhe para. Tash ne e dimë që fëmia i parë na ka lind me hemokromatozë neonatale dhe nënës i japin imunoglobulina intravenoze të nëna qysh në javën e 16 dhe 18 të shtatzanisë, në kohën kur imunoglobulinat e kalojnë placentën, i japim nënës imunoglobulina intravenoze. Është praktik kjo të ne për mi bëj këto analiza? Për momentin jo. Për momentin A duhet jetë? Në të ardhmen duhet jetë. Në të ardhmen duhet jetë. Duhet të presim hulumtime të reja në këtë fushë dhe duhet jetë. Sigurisht që ka mundësi që ka mundësi reale që edhe në klinika e neonatologjisë të hasën në fëmijë të tillë që na vdesin pas lindjes, që ne nuk e kuptojmë që kemi të bëjmë me një hemokromatozë neonatale. Cilat janë simptomat? Simptomet janë praktikisht kur kemi insuficiencë të rëndë të mëlçisë, simptomet janë me koagulopati, rritje e fibrinogenit, pastaj rritje e saturimit të transferinës me hekur. Të gjitha këto kemi trombocitopeni, simptomat janë të rënda. Po të analizat po të simptomat kështu? Klinike. Simptomat klinike, fëmia ka verzë, shihet komplet, është edhe ashtu i posalini ka verzë, po tek këto janë jashtëzakonisht. E ka fëmijë në barkun e saj, nuk ka simptoma, po jo? Nëna nuk e ka asnjë simptom. Nëna as nuk e ka idenë që kjo po ndodh. Po mjekët, a kanë informacione për diçka të tillë, për një smundje problematik të tillë, edhe ginekologët, edhe neonatologët, që të kenë dyshime dhe mbase të fillojnë hulumtime më të gjithë kanë lexuar, të gjithë kanë mësuar, por duke qenë se është smundja shumë e rrallë, kur askujt gati nuk i kujtohet për arsye se edhe trajtimi i këtyre fëmijëve bëhet në qendrat më të mira diagnostike për të specializuar në botë. Domthonë te ne akoma është edhe diagnostikimi është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë. Por secili fëmijë posa lindur nëse ka një verzë ndoshta pak më theksuar se sa që mund të jetë ajo e zakonshmja, ndoshta duhet me hyj hulumtim. Këtu praktikisht këta fëmijë gjendjen e kanë jashtëzakonisht të rëndë. Gjendjen klinike kanë jashtëzakonisht të rëndë. Kur bën edhe analizat, shohim edhe në analiza që rritet alfa-fetoproteina jashtëzakonisht shumë si rezultati i dëmtimit mëlçisë. Mirë, po asnjë nga këto analiza nuk është specifike, vetëm rezonanca magnetike është më specifike që e sheh depozitat e hekut në për organet të ndryshme. Në informacionin e ju i dështon? Shpeshherë kjo rezonancë, më falni, shpeshherë kjo rezonancë dështon në 10% rasteve. Dështon kuptimin që? Nuk mundet me targetu këta fëmijë, sepse jo të gjithë kanë depozitat të hekut në organet e tyre. Kanë insuficiencë mëlçisë, po pa depozitat të hekut në organe. Jo, po thosha në informacionin e ju, ka pas raste të fëmijëve të tillë të lindur që janë trajtuar ose janë diagnostikuar me një problematik të tillë. Në Kosovë, në klinikat tona? Nuk kam një informacion të tillë. Nuk kam një informacion të tillë. Çfarë pritet me ndodh tash me punimin, doktor, se tashmë sigurisht punimi praktikisht është punim. Jo vetëm punimi, po si më thon, nëse gjendet si një, po them, edhe një kurrë, edhe një diagnozë, edhe një diçka, a ka më mbajt vulën edhe emrin e juaj edhe të bashk autorit tjetër? Sigurisht që punimi do të citohet shumë. Nëse vihet deri te modalitete çastet diagnostike praktikisht specifike të këta fëmijë dhe krijimi terapisë për këta fëmijë, normalisht që punimi do të merr edhe meritat e tij, sepse është punimi i parë i cili ngrit këtë çështje në kuadër të identifikimit të imunoglobulina IgG të karbohidrateve tyre, që ndonjëherë tjetër nuk është bërë një punim i tillë. Nuk ka pas çësje diagnostike dhe terapeutike të tillë. Nëse kjo ndodh, që shpresojmë që do të ndodh, sepse kemi përvojë edhe me punime të tjera, që ne kemi edhe imunoglobulina të tjerë, antitupat të tjerë që jepet të smut me kancer, që është rituximabi, që është imunoglobulin IgG, e cili ka një fukoz më pak se sa të tjerë një karbohidrat, dhe është 100 herë më i fuqishëm se imunoglobulina tjera. E kemi këtë përvojë në diagnostik. Doktor, të smundje tjera. Si ishte përvoja në Amerikë? A jemi shumë larg dhe a mund të arrihet një praktikë e tillë edhe te ne? Tani që përvoja në Amerikë është e jashtëzakonshme. Amerika, në fakt,
Amerika është shkenca vetë. Edhe sigurisht edhe i ka shkencëtarët më të mirë në botë, po edhe i ka financa për ata shkencëtarë janë jashtëzakonisht mëdha për institutet e tyre. Kjo nuk do të thotë që ne të krahasojmë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kjo në mirë kupton që ne t'i sjellëm më të mirët, pra të shkojmë atje dhe të sjellëm më të mirat e tyre në institucionet tona. Është e mundur. Është vështirë e mundur, që është e mundur po, që një rast dhe ka rastet e tjera. Nuk është vështirë e mundur, sepse tash teknologjia ka ecë përpara, ne e sjellëm atë teknologji, njerëzit i kemë të trajnuar, specializuar dhe thuja që 10%, 20% të punimet që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës do të mund t'i bënim edhe ne këtu. Dhe mendoj që ne edhe si shtet kemi. E po ata diku tjetër, për shembull është e mundur që kolegët juaj nesër t'ju shohin juaj, t'i shohin të tjerë të arrisin motivin. Jo është në Harvard, sepse sigurisht jo të gjithë mund të shkojnë atje, po edhe nëpër universitetet dhe institutet të tjera të ketë shkëmbime edhe nështë të ketë një motiv më të madh të shkencëtarëve tonë, gjithë fushave, të pretendojnë më lart. Sigurisht edhe praktikisht granti që e ka marrë prej Fulbrightit është për këtë arsye. Është një farë mutual understanding mes institucioneve dhe kjo e rrit bashkëpunimin e institucioneve tona, po në të njëjtën kohë praktikisht edhe të rinjtë tonë i bën të mendojnë më shumë që të drejtohen ka hulumtime shkencore në mjeksi, të aplikojnë në këto programet Fulbrightit, të kontaktojnë me bordin, është i vetmi bord që është formuar prej ambasadës amerikane, i pari në botë i këtij lloji që e ka Kosova. Kjo tregon edhe determinimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës për shkencën kosovare. Dhe unë mendoj që të gjithë të rinjtë tonë që kanë potencial për me bëj hulumtime shkencore të kontaktojnë me bordin dhe të aplikojnë në programin Fulbright të Shtetit Bashkuara Amerikanë. Mundësitë janë shumë të mëdha, vetëm duhet me pas çësje. Na ka neve, le të na shfrytëzojnë neve, ne mund t'ju japim inputet tona, mund t'ju tregojmë sukseset tona dhe e dim se çka duhet këta tri. Se si duhet të vazhdojmë, cila është rruga që këta duhet ta ndjekin. Po në përgjithësi shkencëtarë shqiptarë si ishin në arenën ndërkombëtare, a ka goxha që shkencëtarët shqiptarë. A ishin bashkë, veç një digresion, a e patëm bashkë para 2 javë bashkë ishin ku e patëm një shkencëtare shqiptare që po punon në një prej instituteve në Gjermani, po që është instituti një prej më të mirëve në botë. Po, sigurisht. Institut hulumtues shkencor, një prej më të mirëve në botë dhe kemi një shqiptar aty që ka shkuar, ka përfunduar kështu studimet themelore në shkencat natyrore në Kosovë, tashmë po e ushtron profesionin e vet atje. Ligjeron edhe kryen hulumtime. Pavarësisht se jemi popull i vogël, pra të me banor të vogël, për kokë banori ka shumë. Për kokë banori nuk besoj që ka një shtet me talenta si janë kosovarë, shqiptarët në përgjithësi. Kam hasë në Harvard me pas shqiptarë të Shqipnisë, jashtëzakonisht shumë, kemi pa edhe indianë shumë, por nëse shiqen me kokë banori, më shumë ka shqiptarë të Shqipnisë që kanë punu në Harvard se ndoshta indianë. Apo? Dhe më thonë, janë të jashtëzakonshëm, kudo që janë si individ, janë të jashtëzakonshëm. Ne tash kemi nevojë që të bëjmë ekipe që ata të punojnë dhe si ekipe. Kështu e kemi kështu të metë. Doktor, se tash një diçka që na ndodh është që kur arrin njerëzit një farë suksesi, mandej Kosova është e vogël. Realisht kuptimi si më thon, për me i shfrytëzu këtë ato potenciale që i ka individi dhe normalisht mandej është edhe oferta tunduese që mund vije nga institucionet dhe nga vende të tjera. Për juve çu ka menduar? A keni më dhënë këtë kontributash aty ku jeni në institutin brenda qendrës klinike universitare të Kosovës? Sigurisht që për momentin mundësia për më marrë me hulumtime të tilla në institutin tonë është pak e vogël, po ne gradualisht do të tentojmë që këtë institut praktikisht ta transformojmë në një institut edhe shkencor. Që mund ta bëjmë hulumtime shkencore klinike, po sigurisht. Ajo shumë e mundur dhe do ta bëjmë. Edhe unë do të dham putet e mia ato. Po ju keni me mbet Kosovë? Po, unë mendoj që do të mbesën Kosovë. Po dhe të kontriboj me aftësitë e mia për shëndetësinë kosovare. Edhe po pëlqen mua kjo, si më thon. Po a keni bashkë mendimtar të kësaj ideje? Po unë mendoj. Edhe mjek edhe profesionistë edhe shkencëtar. Unë mendoj edhe praktikisht si thënë amerikanë i shtyi urgj gjithë të rimet që nuk ka vend që jetohet më mirë se në Republikën e Kosovës. Kam qenë në pushtete të jashtme, po askund nuk kam pa një vend që jetohet më mirë, edhe ku ti mundesh pas stresë, shkencëtarëve ju vjen mos me pas edhe stres, mos me pas edhe rëndesa emocionale. Është i vetmi vend që ti i ki familjet, i ki pasurinë tënde, i ki institucionet që mund me të ndihmu, i ki rrethin tënd dhe ti mundesh me dhënë putet tona. Ndoshta nuk mundesh me dhënë si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po gradualisht ti mundesh me rritë në një nivel dhe mundesh me shty gjeneratat e reja që ata të punojnë këtë drejtim, edhe ta forcojnë shtetin tonë, edhe shkencën kosovare. Kemi, po flas për në qendër klinike universitare, kemi jashtëzakonisht shkencëtarë të mirë,
kemi praktikisht klinikën e kardiologjisë, kemi profesorin Gani Bajraktarin, kemi Badeti Bytyqin, janë ndërshkencëtarët më të mira në botë në fushën e kardiologjisë, po duhet të gjithë tani të punojnë më shumë në ekipe. Domthonjë që të bashkëdyzohen të gjithë shkencëtarët dhe të bëjnë publikime që këto publikime të jenë jashtëzakonisht shumë të cituara në revistat më të mira shkencore në botë, që emri institucionet tona të ngritet sa më shumë. Absolutisht. Doktor, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë.